Gjykata e Apelit ka vendosur të lërë në fuqi masat e sigurisë për anëtarët e grupit Raja, të akuzuar për trafikim të lëndëve narkotike dhe organizim të një grupi të strukturuar kriminal. Mes të akuzuarve është edhe djali i ish-deputetit të Partisë Socialiste, Recep Raja. Në masën e sigurisë arrest me burg janë lënë Islam Sefa, Jani Çavo, Aldo Gjini, Marvin Bushati, Përparim Raja, Gazmir Raja, Recep Raja dhe Zamir Aliaj. Në dosjen e SPAK janë zbardhur bisedat në aplikacionin Sky ECC mes grupit, ku reflektohen episodet e trafikut të drogës drejt Turqisë, Ekuadorit dhe drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Në Maltëzi u sekuestrua 1722 kg marijuane nisur nga Shqipëria me destinacion në Gjermaninë. Në episodin e dytë u sekuestrua në Holand 475 kg kokainë që ishte dërguar nga Ekuadori, ndërsa në Turqi u sekuestruan 236 kg marijuan.